Diri ofër 80 vjetëve që ka punu, në moshën 94 vjeqore e ka thy komen kuk, e kena operue, ka ecë deri në moshën 102 vjetë. 102 vjetë urdzua për të ka thy edhe protezën, komen tjetër, edhe metrat 9 vjetë e gjysë. E kena këshyrë shumë, se na jena 2 motra, 2 vllazni, e kena këshyrë shumë, se kena lanë me jekë për kur gja. E kena këshyrë, jo si gjyshe, pas sa me pas 7 hernan, i kena najtë ofer, nuk e kena lanë vetën asnjëherë. Jena për kujdes për ta shumë edhe. Ka pas një jetë mire, ka pas një jetë lumtur, kur na jena konë veç ofer sot. Njëherë, ka jekë shumë edhe kur u konë lufta e dytë botërore, po flasë me fjallë që shna ka të regu, kur kanë gjuhë dhe kanë granatu. A i ka pas 2 fëmijë të vogël edhe tregoj ke i ku marrë fëmijën ofër para gjyksi për mos me rrugë granata dhe i kum shti mrena një shtëpi të vogël, një shtëpi nashta me llaç shukon këtë njëherë. U kanë luftat që keve në Kosovë, ajo asnjëherë nuk ka pranu për me ikë me dalë për shtëpia, gjithherë ka nejtë shtëpi me babgjyshin të ndjerin, nuk u largu për shtëpia. Na ka gatu, na ka dhonë bukë, s'na ka lonë asnjëherë. Anash, gjithmonë na ka thirrë, gjithmonë, hajdi te nona, hajdi s'ju ka qitë nona kafe, hajdi se ka dhez nona kaftorin, hajdi në zenë ose na i shumë fëmijë dhe del shumë luj shumë me borë, del shumë ozovet shumë, hajdi te nona se ini mërdhi, hajdi te nona rrinë me neve. Kështu, kam shumë kujtime, po m'duket shpesha. Ja ka pyet, a kanë hongër bukë, vetë ja kanë hongër bukë. Ka ndodhë në 2 nacës, në 3 nacës, u që ju ka qitë krelona, ju ka qitë qaj, i ka prit, kur pa ja po më rolin asnjëherë, asnjëri. Pa mërësisht sa u kone lodhne me puna, po sa u kone mërzitne, gjithmonë musafirët i ka prit me qere edhe me disponim shumë të mirë. Gjithmonë na ka dhonë porosi, gjithmonë ka thonë, mos që vjen mërzi për musafirit, prit në musafirin, me atë sa ki mundësi. Se kur kush që qika jem nuk vjen me hongër, se si cili ka me hongër shpit vetë. Po pret në musafirin, me një mirësit madhe, me një bosqeshje, pavarësisht a je nervozume, a je lodhne, musafirin pret në ku është mënyra mas mirëti. Vetët gjithmonë, se ja ka dhonë bukë shumë me dorët vetë, vetët gjithmonë musafirin a ke hongër bukë. Mos e vetë veç njerë, vetë 2-3 herë se ndoshta ngushtohet, mos del musafiri për shtëpisë tone pa hongër bukë. Punu me momin tem, kanë zonë djathë shumë, kanë bot lynë, tamel, kanë kultivu shumë, nuk ka shit asnjëherë, po musafir kur arshin, dojt apo kush arke për qef, ja dhe ke do djathë, do mos, do të lynë, kjo për qef po du, që i kom në zonë po du për qef, mi o dhonë gjithmonë, kush ordh asnjëherë nuk e ka lshu dur thot, pa e dhonë djath apo tamel apo të lynë që shi ka kultivu ajo gjithmonë. E këtu po konë gjyliri i Bilmetit, këtu e kena pos shpine vjetër veç kjo veç u renovu që u konë kuzhina e në konë shumë sene. Gjithmonë i piqke bukë të nxehta edhe shkeke në qelerë dhe në i shtike ka një copë djath apo turshi në bukë edhe ke. Esni me hongër bukë, mos dini me lujtë pa hongër bukë se i kom pjek bukë të nxehta dhe po du m'ju dhonë bukë të nxehtë me djath. Kur njetë nuk na kalon neve me dojnë me lujtë pa hongër bukë edhe pa na kthy gjysha bukë. Gjithmonë.